Miqdashur, lajmet e showbizit kësaj radhe i nisnin pakës më herët sepse kemi zhvillime të shumta që do t'i diskutojmë sot në studion e programit të mëngjesit së bashku me dy kolegët e mi, Blelinën dhe Agonin. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në studio. Mirëmëngjes. Dhe në lidhje direkte kemi Elton Tozaj nga Shqipëria. Mirëmëngjes, Elton, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjesi. Nuk e di jam me të prezentu si parashikues, apo si koleg. Jam bërë si Nostradamus. Apo si koleg i Zonja Merit, apo koleg i Agonit, Belinës dhe Gongjës. Quhet, kam filluar dhe unë dhe lexoj yjet. Po qyshe prishe surprizë më të bukur që po më duket krejt, jemi zgjuar nga gjumi me bashkimin e Mateos dhe Brikenës, ndërsa para disa ditësh në programin tonë të mëngjesit tha që ata janë bashkë dhe do të ndodhë bashkimi në emision. Po, është e vërtetë. Nuk jemi më shershëm, Elton, nuk jemi as pak i më shershëm. Pse po i prish befasit? Gjithë ideja ishte që po më vinte keq për të tërë njerëzit që i ndjekin, për gjithë fansat, për të gjithë ata që realisht ishin shumë të afeksionuar pas çiftit, dhe mendova që t'i qetësoja deri diku pa e ditur që do t'ja prisha surprizën. E imagjinove që të ndodhë ashtu, apo e kishe informacionin? E kam ditur që në maj, që kur ata janë përzgjedhur për 100 pjesë të Top Arenës, e kam ditur që në maj që ata do sajonin ndarjen, për shkak të marketingut që ata donin që të bënin. E kam ditur që në maj që do kishte një ripajtim pas puntatës së 7 në Top Arena. E kam ditur edhe se si do pajtoheshin, e kam ditur dhe që Jos Marku do ngacmonte Brikenën, e kam ditur dhe që Brikena do ngacmonte Bleron. Domethënë e dija që do fillonin këto sinjalet. Më kaloi pak fare parashikimi me motrën e Mateos, e cila doli dhe ajo duke e luajtur lojën në mënyrë perfekte, po pjesa tjetër ka qenë e ditur. Një Big Brother jashtë Big Brotherit, Agon. Absolutisht, po ndër të tjera analizojmë këtij lajmit, sepse kemi përmendur disa herë që çdo që ata kanë lumtunin të shoh bashkë ose të ndom, publiku don me i pa bashkë. E kemi ditë patjetër sepse ka qenë diçka që ka ndodhur shumë rishtas, nëse ke ndodhur mas një viti që janë lidhje. Shikuesit që s'kan lidhje shumë me median, ata nuk është që e kanë ditë. Po shumë e vërtet, shumë e vërtet. Është shumë e vërtet. Po nëse kish ndodhur për shembull mas një viti në shak shumë ujta adin edhe me marrë si kështu për një të vërtet lajmin, po ka shumë rishta azet, i shysh nuk kanë mund. Nuk ka shumë natyralja, sa jo ndarja. Po që janë bashkë, shpresojmë që ka me qenë shumë të lumtin dhe shumë gjere gjatë bashkë, gjatë në verës dhe jo vetëm do sa do. Nuk e di se ta gjatë verës, gjatë gjithë jetës me noha në tonë. Po nëse nëse vendosim mundohë. Deri në ndarjen tjetër. Deri në ndarjen tjetër. I qofshin të lumtur. Ka qenë e pritshme. Derisa ndarja të ndaj. Ndarja. Shumë e vërtet, ka qenë shumë e pritshme Gunxhe. Për momentit parë që nda, edhe është ditë që kanë projekte tjera për balë, është ditë që kanë me pas kësifar bashkimi në pranë kamerave, sepse lidhja e tyne është kriju brenda kamerave, edhe vazhdon tjetë e tillë në vëmendjen e gjithë fansave, po që ka qenë pak e pa kuptim të mënyra që jënë mundu të nkohen me paraqit, me që mesazhe në ora 2 dhe 3 natës që jënë kohen të koordinume paka shumë se çdo 3 minuta të dy të i kanë ba update fansat, edhe tashmë në një farforme jënë të e përdor lidhen që e kanë pavarësisht sa të mirë janë, pavarësisht sa bukur doken, jënë të e përdor lidhen për famë hala ma shumë edhe për mjep që me thonë vjushmëri hala ma shumë projekteve tyne. Po mirë bojnë, ndërsa përdorin shumë të tjerë, pëse mos ta përdorin ata vetë personazhet kryesore. Absolutisht. Asgjë të keqe nuk ka. Po ta vesh mbetet më pas se çka kanë me vazhdu, çfarë lloj projekti kanë me pas bashkë. Ne e kemi thënë dhe e dim tashmë që Brikena ka me publiku këngë së shpejti, kështu që mbetet me u pa sa ka me qenë. Ka përgjërëm pak fare shikueshmëria këngës të shtit që u pajtuan, se plani ishte që kënga duhet dilte pak më parë se sa. Pra këta kanë pasur bashku në këngë. Pak sa vajtull se si këngë. Në vetë ndojnë. Seriozisht e keni që do të këndoj Brikena? Seriozisht e ke ti që nuk e beson që Brikena ish miz dhe ish konkurente nuk kanë ndetur pa bërë këngë. Ti se duhet ta dish, Gonxhe, që shumica e miseve shqiptare vdesin që të bëjnë nga një këngë pas.
Po, jo, vetëm se po e shoh duke shkëlqyer Përveç se japin në paqen fushën në e përbot, edhe televizionit. duan paqen në përbot edhe uji në Afrikë, del edhe pjesa tjetër që pa dashur bëhen këngëtare. Jo, po, vetëm se aktualisht është duke pas gjithë vëmendje dhe nuk e dita nëse do t'i duhej tani kjo bota e muzikës. Pa ka me qenë në videoklip Mateo? Po, ka për të qenë jo, Mateo e ka shoqëruar, Mationi. atyre u shpëtoi edhe një video gjatë kohës dëgjohet zëri i Mateos në sfond. Po, jo, do t'jetë me Olën edhe me Adionin më duket diçka e tillë. Unë e di që Adioni ka prodhu kongën, po e di. E di. Ase përket Olis nuk po e Është desha. shumë serioze, pra, nuk është thjesht një thashetëm me që po qatë. Adionin Adina që është një producent jashtëzakonshëm, bashkëpunon me shumë yjet më dha. Bukur, okej. E për çka bëhet fjalë në konga e di me tën? A është xhelozi, a është diva, a është Meje, kushta mbushi, mendjen. diçka e Nëse është vajtuse, po i bjen me undo prap edhe me Këngë kryu prap dashurie, audiencë. këngë një kanë të tëra bashkë. këto. Mirë, interesant me pas si prodhim, si rezultat se qysh ka me dalë. Nuk po besoj që ka me dalë verës nëse është vajtuse, sepse nuk na pëlqejnë këto vajtimet me i bo gjatë verës. I lojmë për vjesht, dimër. Nuk po na falin fare. Na befasojnë, shojmë se çka ka me ndodhë. Por gjatë këti vikendi apo kësaj fundjave kemi pas dhe një organizim që ka bu bashkë shqiptarët në Zvicër. Është shumë e vërtetë, është një prej festivaleve më të mëdha në fakt që i bën shqiptarët bashkë jashtë atrojve shqiptare, kryesisht në Zvicër, ka tash sa vite që mbahet si festival, e aty ka ndodhur një fal Big Brother në vete, sepse ka pasur jashtëzakonisht shumë zhvillime të banorëve të gjithë edicioneve. Gjesti me Gresën fillimisht janë bu bashkë në një video shumë të këndshme. Festival veç për Big Brother ai është bo. Krejt edicionet e figurat publike sot janë këta. Figurat publike, njerëzit më të ndjekur, njerëzit më të dashur, njerëzit më të klikuar janë banorët e Big Brother, Kosovës dhe Shqipërisë. Ata ftojmë rreth miftarin që të se çu ka rren. Shoka na Una lak mal, hajde. Kolegu jon nga Prive. Janë Kosova. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirëse. Me full për Big Brother, e mos me pas, edhe miftarin në studio kur qysh. Regulojmë këtë. Po, je i gjatë miftar, kështu që nuk e E kishë. vërtet. Shkoj e dhone ma Jo, poshtë në mirë, Mirë. Jena si mbi. Flasim pra për një festival më të mëdha që ka bashkë gjitha edicionet e Big Brotherave edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Po përveç kësaj ka pasur edhe disa performues ndryshëm dhe emra më të njohur të industrisë sonë. Vëmendjen patjetër e ka marrë edhe Lëndrimi në një performancë që ai e ka manifestuar qysh prej kohës kur ka qenë në Big Brother. Domethënë në atë kohë kryesisht neve na ka dukur këtuese, por nështë nuk kemi mujt gjithë me pa çka me pas këtë sukses, edhe jashtë një vit që kanë bërë disa nga ndjekësit e tij, kur domethënë këtë video tregon se qysh ka me fol me audiencën kur do të performon dhe domethënë tregon kur më thon gjysmën e këngës Maria onë dhe gjysmën ku ja do mikrofonin audiencës, edhe pikërisht atë që ka thonë gjatë Big Brother e ka bo në Zvicër. Që shka nga Maria në sfënd, që shka të më thonë se pak shumë për rënqita, kur e manifeston edhe bohet, pra me ndoni pozitivisht, e manifestoni duhet një insan me shpirt edhe mundin e me realizujem shumë e lumtur për Lëndrimin. Realisht kum prit që publiku ka me konë shumë a i zjartë momentin që Lëndrimi dal në skenë, do e marë parasysh artista tjerë që për shkakun ke gjesti, që jak në shik Kate Kong, do më thonë prej fillimi dhe në fund. Kështu që kum prit diçka shumë atë madhe, do e marë parasysh dashni e murë Lëndrimin Big Brother. Unë më thonë lirë që këngët e gjestit kanë qenë goxha shumë virale dhe ka pasur shumë prodhim edhe para se me u fut në Big Brother. Lëndrimi është veç në fillimet e karrierës së tij dhe besoj që ka ende shumë kohë dhe jam shumë e sigurt që ka një karrierë shumë të bujshme përpara. Shohim se si e ka pa performancën e Lëndrimit, Eltoni. Unë ishte të kjo manifestimi. Tek manifestimi dhe mua më bëhet qefi nuk ka rëndësi në ka qenë shumë i zjarrt apo s'ka qenë shumë i zjarrt. Thjesht ideja që ai djalë ka ardhur nga askundi dhe u bë dikush dhe atë që ai realisht e ka ëndërru, e ka përjetu, për mua është maksimumi. Shpresoj shumë, kam thënë edhe herë të tjera këtu, shpresoj shumë që të ketë një prodhimtari sa më të mirë dhe sa më të bukur dhe më shumë këngden, se tash është vera, ai ka nevojë për koncerte. Dhe mos harrojmë Elton dhe ju kolegë të tjerë, deri vonë audienca aty kanë qenë lopët.
Kështu ka thonë. Pikërisht. Seriozisht, ky është një sukses i jashtëzakonshëm. Dhe prandaj thash që nuk ka rëndësi nëse ka qenë shumë e zjarrt apo jo. Neve duhet marrim anën pozitive të kësaj që nga nisi dhe ku është tani. Po, ama në mesin e gjithë atyre artistëve që performojnë. Më tepër e ka rrëmbyer Klodi dhe Ediona. Do flasim vetëm pas pak edhe për ta, sepse ka edhe Blerina një. Në mesin e gjithë atyre artistëve që performojnë dhe kanë vite në karrierë, sigurisht që ka me pas brohorin ashta pak ma shumë për ata, po edhe për lëndrimin që shke kemi po edhe në video, po thuj se shumica i kanë këndu këngët e ti, kanë valzu me këngët e ti. Kush e di se pas disa viteve, halo ma shumë në ashta main karakter ko me konë ky, se manifeston edhe veqip në rina vetë. Definitivisht. Ama na kemi thonë qysh prej kohës kër ka qenë afër finalis, kemi thonë që për të një djalë që vjen nga një jetë tipike e njerëzve që jetojnë në fshat letimës, ky vetë përmendet ti Gunxhe vetë ka thonë që audienca kanë qenë lopët kur është kujdes për to dhe kur ka dalë në kolosje të tyne. Kështu që rrjedhimisht është tepër diferencë e madhe në një kohë tepër shkurtër se mos harrojmë para një vjetë lëndrimi ka mundë të qenë djalë relativisht i zakonshëm. Kurse sot është një njerëz që ka dalë nga edhe kur ka qenë i zakonshëm. Nuk ka qenë i zakonshëm, sepse është shumë ndryshe. Apo folëm mas bigut, a beden se se cili prej tyne para Big Brotherit, shumicën e tyre as nuk i kena njohur si personazhe. Po është mvaret tash se qysh këta din me menaxhu që famën e tyre. Edhe unë besoj që lundrimi e ka këtë vit, derisa të fillon viti i ri, sezoni i ri i Big Brotherit, nëse nuk e arrin që ato që e don muzikë, nuk ka me mujt me arrit ma vonë. Tregu i Big Brotherit, personazheve që krijohen Big Brother e han. Domethënë kena me full prap mas një viti për qëto fenomenet e Big Brotherit. Unë pajtona me vetën të më shumë. Unë e këtu spajtona. Mirë është të e logiku se kështu zakonisht ndohë. Zakonisht ndohë. Kalzëm ti qka shtu bo Driloni fitu si Big Brotherit. Që duke shtë dalë, ndohë me persona që nuk din me menagju karrierën pas daljes në Big edhe nuk kanë profesionet të caktume. Lëndrimi është artist dhe mundet me publiku kanë ku, pas ku me kanë prap në sytë e publiku, ndodhë me influencerat. Po dhe Driloni të kënë e bokser ku me bo ringet, do me thonë asë një ring pishe ka dollë për Big Brotherit që ka do. Edhe një ring që ka pas, se ka pas me do dëpsira të ma halës sigur dhe atje në lagjeve Gjermani që jetojnë edhe kaq. Ndodhë me, po the me influencerat ose me personat që relativisht të famshëm, edhe nuk zgjidhin me bo karrierë me shfrytzu famën e Bigut, po besin të bë skandale u lidha, su lidha, ashtu, edhe mandej kur vjen Bigu i tjetër, veç harrohen. Po ato dy të të fatë një fjallë të madhe e Eltonit, ja që të pikën. Sigur pajtojt me mund. Ha Elton. Pajtohem me ty. Dhe gjë është kjo ideja, për më prandajtem që fitusi duhet jetë gjithmonë prodhues, sepse në momentin që ti sprodhon harrohesh. Dhe ka shumë Big Brothers në Shqipëri si në Kosovë që quhen Big Brother VIP, po që neve shumicën nuk i njohim kush janë, se nuk janë as VIP, nuk janë as personazhe publik, bëhen personazhe publik, ka nga ata që duan ta vazhdojnë karrierën edhe bëjnë diçka me jetën e tyre, ka nga ata që kanë ngelur në vend numëro, marrin ato lekë dhe kjo ka qenë mbase ky ka qenë qëllimi. Këto janë njerëzit që janë njerëz pa ambicie. Vetëm njëri që ka pasur ambicie ka qenë Sabiani dhe Edi që kanë hyrë nga 2 herë me këmbgulje në Big Brother. Pjesa tjetër pastaj ti ke stresin. Stresi doli që nga Big Brother fitoi të parin Big Brother VIP Kosova dhe nuk pati asnjë lloj prodhimtarie mbrapa përveç videos që kemi parë me Jozën dhe politikën që ka filluar tani. Kush fitoi tek i dyti, se nuk jam mbaj më temrin. Lumbardi. Tentojmë politikë do shtoj edhe atë. Po tentojmë në politikë, po domethënë të hysh në Big Brother, që është një format krejt të ndryshme nga, domethënë vetëm serioz nuk është. Dhe të dalësh jashtë, pretendosh të futesh në politikë, që këtu ti ke dështuar. Ke atë tjetër Drilonin që ai s'merret vesh se ku është e çfarë bën. Ati duhet me aqësia një të pollën. Po janë disa personazhe që po e marrin vëmendjen, si që është Klodi Eliona, gjithashtu dhe Ljabi i ri, që po ashtu kanë qenë prezent në zgjidhje. Sepse jo gjithmonë fituesi, Gonxhe, është ai që merr vëmendjen. Madje në shumicën e njerëzit i fitojnë zemrat. Janë ata që zhduken. E vërtet është në fakt, është një farë fenomenit që ndodhi tillë, por që ka personazhe që ka marrë zemrën dhe patjetër Klodi me Eliona ka marrë një 2 prej banorëve të krejt edicionin në fakt që duhen e përcjellën mas shumti, kanë qenë në këtë festival të ftuar. A folën me lëndrimin? Jo.
Me qatë sa kam në informata nuk kanë folë për lëndrimin, nuk e kanë mbri performancën e lëndrimit, se këshin pas dhe probleme me valigjin me qatë sa mujta me marrë vesh, dhe rrëdhëmisht nuk e kanë mbri performancën e lëndrimit, por nga disa shoqëri që nuk janë fytyra publike, që kanë qenë në të njëjtin ambient, thanë që nuk ka pasur ndonjë komunikim mes tyne. Kështu që po vazhdojnë me... Kanë qëndru në ambientin e njëjtë. Me atë sa më është thonë, po nuk kam fakte për këtë pjesë, sepse ende nuk ka dalë një video se një fotografi diçka e tillë, pra gjithë shka mundet mos u marrë se 100% e vërtetë, se nuk e kom pa vetë, kur jam burimi i parë informacionit, jam i sigurt, po këtu nuk e kom pa vetë, vetëm qatë sa unë e di, nga këto informata nuk kanë komunikuar njëri me tjetrin. Dhe në fakt po vazhdon teoria që e mbajnë vetëm për marketing shoqërinë e tyre, sepse nuk kanë kështu shoqëni të mirë fillt. Kështu ali duhet. Po thu media nuk flasin. Kështu më është thonë. Në Alba Festival s'ka pas media ndohet, kështu që ju kam veç rrethi influencera. Po qysh ndodhe, sepse kam pas një shoqëri shumë të afër, deri vonë komunikim shumë të mirë, Është shumë e mirë që pjesa e shoqënisë tyneve dhe prishës që ti raportit të treshit për Është sheshit. parashiku, po më duket, e kanë pa kreqen një ditë këta nuk do t'jenë kaq meq? Po i kanë thonë edhe mrena në beg, abeden. Ju mundi me vazhdu shoqëninë edhe pak, po vjen një moment që ju të treskeni me kanë treshi për A sheshit. edhe kjo është ky momenti? Po besoj që po. Është ky momenti. Duhet marrë parasysh që ka pas edhe evente të tjera që kanë qenë pjesë të tretë bashkë, por që s'kan pas një farë komunikimi Që kemi pa dhe në Big Brother që në kanë tepër të njani me tjetërin. Ndoshta Eltoni ndonjëherë ja qëllon, ndoshta mundet me parashiku se çka ka ndodhur. Më fal, shpesh. Ndoshta ja qëllon edhe në këtë rast, çka ka mundësi me pas këto? Të pyet si me qenë doktor, sa i puna. Në studion tënde, Gonxhe, pikërisht në studion tënde, e kemi thënë, aty ka 4 mbetje, dhe kjo është pak por e sigurt. Që në momentin që Klodi është lidhur zyrtarisht me Elionën, lundrimi dhe Klodi janë ftohur. Është duam ne. Lundrimi ka qenë i afërt shumë edhe me Elionën. Pse u ftohen këta dy? Po kjo pra. Duhet me analizuar dhe pak. Atë duhet pyesim lundrimin, po ideja është që kam përshtypjen që ajo treshi për sheshi që ai ka menduar se mund të vazhdonte edhe jashtë. Ama nuk e di se po e bëj është një djalë që nuk është mësuar mbase me viralitetin në përjetë, dhe nuk është ai djali që është mësuar të ketë të marketingu shumë të madh. Unë mendoj që është duke menaxhuar mirë lëndrimi këtë. Ja, një sekond. Domethënë, Klodi dhe Eliona janë dy personazhe që vinë. Klodi vjen nga një reality show në Itali, është një personazh që ka pasur famë. Eliona ishte një vajzë që ishte goxha e klikuar edhe në TikTok, goxha e ndjekur. Dhe kur vjen puna ishte mësuar me këtë gjë dhe din se çka kërkon publiku, din që kërkon romancën. E din shumë mirë se çfarë duhet t'i japin, çfarë duhet të ofrojnë. Nuk kanë zgjedhur këtë lojën budallaqe lidhur pajtohu, po kanë gjetur këtë lojën që ne jemi çift tani bashkë shesim akoma dhe më shumë, dhe pse jo mos ta shfrytëzosh këtë gjë për të bërë marketing. Kjo gjë tek lundrimi nuk ka vajtur mirë, sepse lundrimi vazhdon me idenë që ata mund të ishin shok dhe jo vetëm ata të dy bashkë. Dëgjoj, marketingu të prish goxha me njerëzit. A mendon që mund të ketë 4 mbetje nga lëndrimi drejt çiftit apo çiftin me lëndrimin? Po jo, ka... Se lëndrimi është fitues, mos harrojmë. Më shumë popularitet ka vendi i dytë se sa vendi i parë. Është e vërtetuar kjo. Ishtë 2-3 raste që janë absolute i ka dashur publiku, po pjesa tjetër shumicën e kohës se ka marrë vëmendjen vendi i dytë. Unë po të marrë të tërë Big Brotherat në Shqipëri, përveç Luizit, pjesa tjetër. Ja edhe Gjesti, pjesa tjetër kush kanë qenë? Kemi lojme të tjerat. Kemi edhe disa lojme të tjera. Sepse kemi edhe lojme të tjera, sigurisht, por është me qenë se jemi të folë për Klodin dhe Elin, e kemi një desmë duket nga një qeft i bigot. Nëse nuk keni diçka me thonë, Blerina me...
Në që najna tjerë të folë për këto personazhe se ka një 5-6 muaj që janë pjesë e rutinës tonë me patjetër. Po Ana dhe Kevini kanë bërë një ata janë në pushime me gjas edhe i presin në emision, ama e kanë bërë një pësim ku thotë disa i duan festivalit, disa i duan qetësinë. E kom po këtë. Edhe mas ne më njerë kanë fillu se na e vdina që ndjekësit dhe fansat e Klo Elit janë të paparashikueshëm, për në me janë shumë edhe më njerë kanë fillu këtë fotografi me postume të madhe, edhe pse mu nuk po mduket detyrimisht është një des, në fakt, mu veç po thotë që dënjas dojnë festivalit, këta e kanë zgjedhë qetësinë dhe ju pëlqen kjo qetësi. Edhe unë e du qetësi. Por me njëherë fansat, disa fansat të këtyne me njerë kanë fillu me thonë, po pse ty s'kam ftu e kam ftu Klodin me Lionën e gjana të tila, na dina që to diskutimet pa evitueshme. A mendon që është des luftar, duke qenë pjesë e showbizit? Des. Çfarë, çfarë do të thotë? Aty nuk kanë qenë festival veç që Klodi Meli, po kanë qenë në festivale. Apo se edhe është banor të tjerë, që mund të jenë ndoshta ndaj gjithë banorëve, jo vetëm ndaj dyshës. Nuk e besoj që u kanë des. Thjesht e kanë treguar që këta si qef preferojnë më shumë paqen edhe atë lirinë e tyre do më thonë larg zhurmës me një farë fjale, se sa me shku në një festival edhe një 2 ditë të ranë mos me ditë ku je kështu edhe për pijës, edhe për muzikës. Po, ama në një situatë ku shumica e fytyra publike janë kanë në festival, nuk e shoh si des me ju gjuj, me qitin postim që ti po zgjedh me qëndru në natyrë. Fakti që është, ama nuk po besoj që është direkt për Klodin dhe Elin, është des për të gjithë. Që demek ju një që atje po na po dojmë shto. Po. A dhe si mi po në juve më bregdet edhe me thonë, mua më preferoj të punoj. Malje. E kur jemi të diset, kishëm galu të një des krejt tjetër, Kushtrim Kelani ka bu një postim gjatë fundjavës që lam pas. Ja nisën disat e ta që? Ja nisën disat, kjo e ka të fala për atyne që kanë këndu në Bek, falemderi për minjohen kolegë Labinot Tahiri, sepse në një intervist, Labin dër të tjera, kësaj here i referohet këngën e ti të famshme që kanë këndu, që e këndu edhe në final bashkë me Lionën. Në fakt, Kushtrimi ka qenë dër të pare që ka këndu edhe Lione, ja kërkëke Kushtrimit, Kushtrimi e këndëjke. Kështu që ka qenë në shazani Kushtimit një për arsye pse vetë ka shku virale dhe masin si dua Eliona me Kushtrimin që edhe kanë këndu bashkë edhe Eliona prapë dhe mja kërkëjke. Për ta që ka ndodhë që Labi Tahiri, mas Big Brother, zakonisht ka thonë veç Eliona, duke asgjësu komplet kontributin e Kushtrimit në këtë ka ku Elionës, Lab? Po e ndër të tjera, edhe mas një Labi në intervjist krejt tjetër shumë ma vonë është ta, se mendoj që në qatë ku ka mujtë me e shfrizu për tëmë potencialisht vëmendit që ka pas Eliona, edhe dashurin njazin të Elionës, e ta që ka këthy si atyre që ka përvun prapë të mëse përmen Kushtrimin, po kësa here të e thonë në shumës. Nështë pak, a ka mundësi që pak fillojnë këto gjelozirat, konkurenca, dhe pse Labi nuk duket që është tip gjeloz, për ndoshta e ka në shkalu. Hajlëton që mendon? Unë mendoj që to janë njerëz që duan çik vëmendje dhe s'kan çfarë bëjnë, merren ja me këto gjëra, nuk merren me me një prodhimtari të vetën. Pastaj Labi ka për të vazhduar, Labi dihet se si është. Labin e kemi parë. Po, vetëm se Kushtrimi e solli goxha shumë në viralitet. Pa marrë parasysh që kërkon të Eliona. Shumë e vërtet. Dhe ndër të tjera veç vlemë përmend që dihet diçka e sigurt, me qenë se unë e ku marrë shumë më herët, Eliona në moment që ka ndarë fotografitë e para të lidhjes Kushtrim Aurora i ka fshirë të dy nga rrjeti i saj social Instagram. Edhe unë nuk e di çka ka ndodhur, por unë se kom pasur nuk di që mes Eliona i ka fshirë Kushtrimin dhe Aurorën. Se ne kom pyet Aurorën, jo din gjithë ne kemi kolege, e kemi këto e kam pyet. Edhe Eliona ka qenë ajo e para që ka marrë vendimin për mi hek nga rrjetet sociale Kushtrimin, edhe mësne Aurorën. Po na i shohim, unë i kom pa Aurorën shumë të afërt me Klodin. Është e vërtet, edhe gjatë Bigut kanë kalu mirë me qatë sa kanë qenë bashkë Kushtrimin me Eliona. Por apshet, më thonë, gjithë shka për duket që dëgjana janë veç performative, dëgjana janë të mira vetëm për rjetë. Eliona nuk i ndjek këta të dy dhe i ka fshi ajo e para me qatë sa kam informata. Nuk e di marrësyen pse, asune nuk e di pse, për e di që shkë akt ka ndodhë prej saj. Like, follow. Klodi është pas më lajmë Instagram. Po brej, shpërnda lajme që unë dalë me një herë, ja bëri blok Elionës, aj veç që kishëm shel Instagram. Po gati po se ja ka aku, se përmendja madhe. Ka njerëz që se ku mbetëm se më ka hup filli qëtash. S'ki faj se gjithë të lojnë. Nalëm të Supernova, apet Klodi me Elionën. Po një me, Klodi Eliona, fune kryke. Klodi Eliona do t'jenë juri, apo çfarë roli do t'jenë? Po, do t'jenë edhe Klodi edhe Eliona janë pjesë e jurisë Supernova sezonit të ri, që shumë shpejt pritët me a fillu në krye si prezentuse me Sara Kolamin. Kështu që na pret
një verë e nxehtë prej Supernovës. Do marr parasysh që këtë vet është ndryshe prej sezonit kaluar, ku tash ka edhe modele, pjesë të garës. Po besoj që kam me konë këgja një farë. E tash kam i gjyku Elionave qikat ose Elionave djemtë, apo të dy juri kanë me qenë për të dy? Po besoj që Eliona edhe Klodi të e marë parasysh që janë pjesë e rrjeteve sociale, kanë me analizu fotot, poza, qatë dëshë bojnë konkurent në këtë emision, kanë me qenë këta që kanë me dhanë mendimet e tyre se qysh për ju doken, sidomos për rrjetet sociale që Do të jenë vetëm këta dy apo do të ketë edhe të tjerë antarë të jurisë? do ketë edhe të tjerë, po kaq për momentin. Konkurentët po na zbulën ai sa? Ale nuk është ajo faza, do më thonë që jënë thirrë për audicione, akoma nuk ka fillu, për shkak që akoma nuk ka dalë as promoja zyrtare e Supernovës, presu me dalë kjo promo, edhe Me me presu njerë mu mas lajmëru promo. modelet. Po, do më thonë, moment që ka dalë aplikimet, Po, ama mos na shkruni neve, mos më shkruni mu, unë nuk më të kallëzu. Seriozisht, ja ka nisë më shkruat ku me aplikuar. Unë nuk e di unë ku keni me apliku gjene, e më të keni mënyrë më atletë me dëpërtu të Supernova, se plan tjetës nuk e kam ju kallëzu. Jo, patëm në intervistë Sarën edhe tregoj që kanë fillu njerëzit edhe me mek. Ti shkruaj gojë se Bë pjesë e Supernovës, kështu që të shohim se çka po ndodh tash. Ama interesimi është qaq i madh, na peshojmë vetë, na krejt departament tjetër edhe na shrujmë ku me një Supernova. Ka edhe për atyre që, por e me janë nën moshën 18 vjetë, janë 14-13 vjetë që të shkrujnë, që dojnë tepër shumë me qenë pjesë e një gare për modele, ama po besoj që, për e me seriozisht me marrë një model, është mosha ideale 18 vjetë plus, për menimin ta. Supernova@klankosova.tv. Ne pranojmë, besoj Klani pranon për asaj moshës, sepse modelingu mund të fillu moshë shumë të re. Mirë po, Supernova e ka kufizimin e moshës, prandaj shikoni rregullat dhe e merrni informacion. Si tjetë, mundë me bëhen ai Supernova Kids. Çka na pret sipas Eltonit, do të jetë në juri Eliona dhe Klodi, besoj do të ketë antarë të tjerë, si e sheh këtë edicion Supernovës? Gjetje fantastike. Gjetje fantastike për momentin ata ende, që në të vëmendjes ka një shikueshmëri, vizibilitet shumë të lartë. Klodi vjen nga një reality show që ka të bëjë me modën, Eliona është vajzë që merret me këto gjëra, kam përshtypjen që ka përqenë gjykim shumë fair, janë edhe shumë dashur, do janë edhe shumë herë më të dashur me konkurrentët aty. Shpresoj shumë që këtë vit të ketë më shumë prurje dhe më pëlqen ideja që kanë futur edhe djemtë. Realisht, që se shohim kështu, sezoni i parë ka qenë një sukses shumë. Arriti me nxjerrë një briken që ma herët se ka njohë kurkush, dulin Supernova, prej Supernovës mes Grand Kosova dhe kështu. Vajzat tjera kanë vazhdu me qenë aktive. Unë di që për shembull i kanë projektet e vete, Motrat Zyba, Iliria, Ajnura kanë vazhdu me projektet tyne individuale, kështu që kanë dalë disa emra të suksesshëm. Nështë jo të suazave të Brikenës, jo nështë atë famës popularitetit Brikenës, por në fushën e tyne kanë vazhdu. Brikena për shembull ka dalë prej Supernovës, është përjashtu prej Supernovës për arsye të vënesave të saj. Edhe do më thonë, me arrit me dalë prej, mu përjashtu prej një emisioni, me pas sukses në të tjetërin, është arritje saj se qysh ka ditë me menazhu. Halal i kohë që e shfrytëzoj mundësin maksimum. A që që këmë donë zëmi thonë ke gjana se pitu dhe që parojme me tonë. Hajde, qa kemi konfirmim e tetë konfirmim tashmë edhe vizual të shtatzanisë së Gjuliana Nunës në të njëjtin festival që folëm a herët, kemi pati së fotografi të saj që ajo shfaqet me një bluzë e cila ekspozon balkun e rumbullakosën duke konfirmu shtatzaninë e saj dhe kam një lajm ekskluziv nga kjo paraqitje e saj. Ditën e premte të kësaj jave kam me qenë premiera dokumentarit të saj ku e kallëzon gjithë procesin e shtatzanibërjes, sepse di që ka pas shumë pyetje rreth kush çka tek se ka ndodhur me shtatzaninë e saj, për gjininë e foshnjave dhe pse tashmë vetë edhe po dihet, por të premten dy foshnje janë? Po dy janë. Vajzë dhe djalë pret. Vajzë dhe djalë pret. Kështu që jetë të gjatë dhe të lumtur, shtatzanit të mbar fillim me Xhulit, e shpresoj që fëmia kanë mërrit me gjitha të mirat, sepse më bindë që me çfarë se kemi me pa prej Xhulit, ka me qenë një nanë shumë mirë dhe dedikume. Ajo ka qenë nanë e mirë për banorët e Big Brother, nëna që kujtes këtë për ta.
Edhe baba e shkon mirë. Premten është premiera, ajto e vendos Xhuli vet. Premiera ka me qenë ditën e premte, edhe patjetër neve na ka ftu për ndryshe krejt stafin, me shku në premierë dhe me pasit çka dhe qysh. Por e di që quhet Eagles Queen programi dhe është me ekip profesional ndërkombëtare, diçka që e ka dalë gjithmonë. Kemi një fejesë dhe një darsëm tjetër. Po pas pari çka kush ajo mune ai gale. Se zvnon zinxhir, është veç po du pak kështu me kutu me këto vizatimet e mia. Ama ti gjithmonë vizatën. është pasion i fshehur jam. Me Edi Rama ty. Po Edi Rama, veç mos protestoni. Fejohet DJPM. Në fakt kjo është një lajm i konfirmuar. Jo, nuk është Sara. Çifti ka kohë që janë ndo. Çifti nuk e kanë bu publike ndarjen e tyre, por ka kohë që janë ndo. Dhe DJPM është viju me dikën tjetër. Elton? Nuk më takon të flasë, sepse si mik shumë i mirë i tyre, disa gjëra që janë private, ma kanë kërkuar që t'i kenë private, dhe do t'jem private. Janë do sigurt? Janë do sigurt. Ajo është feju me dikën tjetër nga burime 100% të sigurta ofër artistit. Kështu që ajo është sigurt. Që është edhe një fotografi tjetër që nuk shihet shumë mirë, por mundet me u pa unaza në dorën e majt të DJPM-it. Që nuk është mirë për shkak që është afruar me shumë cilësi shumë i dobët, por vrehet që është unaza e fejesës. Kështu që shpresojmë që janë të lumtur që të dy. Ka shumë pikë pyetje rreth çka ka ndodhur, çysh ka ndodhur, se nuk ka pas kur në një lajm për ndarjen e tyre publike, por me çfarë komitojnë me kuptuar nga burime afër është feju me dikën tjetër, pra bëhet fjalë për një çike që nuk është pjesë e domethënë momenti kur PM-i ka hyrë në Big Brother për mi bë surprizë Sarës është ikonike domethënë. Sot asoj dite kanë kalu prej Bigut të parë, kanë kalu shumë vjet. Unë prap hi edhe e kthej atë skenë, se është njëra prej skena më të mira që ka mujt me pa dikush në një reality show që është Big Brother. Po, qa me bëj jeta e tillë. Einstein. Qa që puna duket. Edhe... Gonxhe jashtë. A përshë, Elton? Okej. Edhe që nga kam vetë disa lajme e kemë. Melinda po martohet. Melinda. Këto i drejtohemi të gjithësit nga mishtare. S'ku du me folë se më jojnë plët. Jo, Melinda ka pranu edhe vetë që është në qatë fazën që donë mu bërë nanë, donë mu martu, po unë ju të regoj drejtë, unë e kumë pas Melindën në intervjist, edhe unë gjithmonë kër e kumë shiku Granitin edhe Melindën në për rrjetet sociale që kam postu diçka, kumë thonë këta s'kam pik dashnije për njani tjetërin. E kumë pas qatë përshtypje, ma kanë dhonë qatë energji prej fotos. Momentin që mra më shku me gjiru intervjistën me Melindën e Granitin, tash, okej, e pas u marrë komplet gabim atë pjesën e dashnisë tyre. Kush është Graniti? Graniti është edhe menaxher edhe bashkëshorti. Edhe bashkëshorti, po edhe menaxheri i Melindës. Kështu që më ka ndryshu mendimi për 360 shkallë. Urna Elton? Sindroma e Dafina Zeqirit. Sindroma e Dafina Zeqirit, po i zë të tërë. Po martohen me menaxherët. Po me kënë kam u martu. Po shumë mirë, a bëden. Ama i lidhë gjithë, se nësi me dikon vazhdimisht, nësi me dikon vazhdimisht, për shkak me menaxherin të kanë qenë vazhdimisht bashkë, mendoj që dikur mundet me lindë. Vallaj, në dhune vazhdimisht me juve, jo po me asë njonin su martova. Qa me bo gonxhe me ty? Nështë ka pas simpati. Nështë ka pas simpati që ka lindë. Kush Milotja? Jo, po e tregoj edhe Melinda vetë, që ka qenë në një periudhë të keqe të jetës saj, momentin e nanës që i ndroi jetë dhe personi që i ka nejt mas ofërti, normal që ka qenë Graniti. E kur ka me martua, ke mujtë me zullë naj datë, kush ka me këtë ku ka me mbaj datë? Akoma nuk kanë caktu datë, po që po martohen shumë shpejt, po. Gjatë këti viti pra martohet Melinda Ademi. Vesh të martohë shane me Blerinën. Ani pse jo? Ani e merë një banes. Jo me kumbëra shumë martona unë e sëtë. Jo.
Pak hajgore, faleminderit shumë për ndryshe që keni zbukuru studion me gjitha këto informacione dhe me qëtë energji te për të mirë. Jo, kanë shumë, po kanë... Jo, agon veç kështu qa ke folë, do me thonë, veç këshër. Plus edhe jashta flot jeton. Shumë të tjera, po nuk i kemi vërshirë dhe disa tjera të prive, sepse besoj që shikuste kanë atë mundësi me hy ekskluzivisht në kanalin e prive Klan Kosova, në YouTube edhe munden me i gjithë materialet e plota që i përgadisin kolegët tanë shumë dashur të privet. Faleminderit shumë iftar që kishën së bashkë. Duam edhe natë prive së vëtë mëngjesit. Ajo mësumure me bukët zamën e Brikenës, se kjo e Selin është ma e kollajsh me dorën zamën. Kjo kafe bajnë krejta është. Ama problem me bokshtu të ama... Ama ty të basë mirë, të basë i Brikena si ki edhe thajtë në gjitën. Shumë a bukur, me zamër për du me përshëndet Eltonin. Faleminderit shumë Elton. Përshëndet shumë javë të mbarë. Të dojmë shumë. Dhe javë të mbarë e sa më shumë lajme pozitive. Shpresojmë ashtu. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Agon Mëslin Zamër për do me të përshëndet? A bonon e qështu? E përshëndesim kolegën tonë të prives. Blinerën e ka gjitë lindjen sëtë. Urime Bliner. A ku i bjen që Blinera... Epse së është mesin tonë sëtë. Jo, së është fizikisht me neve në studio. është Binjak apo është Gafore? Jo është Gafore, nuk është Binjak. Gafore të fillojnë sot, për më duke. Që një muaj të mbarë, një sezon të mbarë për gjitha Gafore. Apo ti mbaj pak se ato astrologë... Zola Meri. Binjakët. Si vetë Binjakët. Kemi një udhëtim për parë. Na dy jem Binjak, kështu që... Qka jem namë? Binjak, Blinina është Luan, edhe Agoni kemi shigjetar. Kë veç në shigjetar. Na jemi të ajrë. Në shënjes të krejt. Në ajrë. Falimderit shumë kolegë, javë të mbarë dhe me energjinë e njej që presë edhe nesër. Shumë falimderit. Ju dua shumë. Tu full ma shumë piktura se Gonja. Dua shumë dhe piktura që është këto. Dua shumë. Jeni shumë të mirë. Aurora, hajde, sepse të dua shumë.